shqyrtuar një tjetër problem që kemi në Britaninë e Madhe me shumë shqiptarë të cilët kanë arritur dhe janë sistemuar në Britani shumë vite më parë, janë të gjithë të integruar në jetën e Britanisë së Madhe, por në kohën e mbritjes së tyre kanë përdorur pasaporta ose më saktë kanë përdorur identitet të Kosovës për të pasur pranimin si refugjat lufte, ndërkohë që largoheshin nga një vend jashtëzakonisht në vështirësi. Dhe ata sot jetojnë me dy identitete, një identitet për shtetin britanik, një identitet këtu në Shqipëri, dhe kanë probleme të vazhdueshme, të cilat mund të jepet një zgjidhje duke pas parasysh se janë qytetarë të integruar plotësisht prej më shumë se 20 vjetësh dhe janë kontribues në ekonominë dhe në jetën shoqërore të Britanisë me shumë dinjitet.